Të qojmë sytë të ora, akrepat e së cilës na duket se po lëvizin më shpejt. Ndërkohë që të gjithë bëjmë përpjekje ta shfrytëzojnë atë që nuk duam të na i kot kohën. Atëherë kur në qytetin e kulturës, traditës, dielli është gati të perëndoj, përgatitjet fillojnë për diçka tjetër, për jetën e natës. Yll Limani, Buta e Dyton, të tre këngëtarët arritën të ndezin skenën e Metalik duke bërë që audiencat i këndoj me zë të lartë këngët e tyre. Për t'i lënë radhën kështu përjetimit të një tjetër atmosfere që këtë herë ishte krijuar fal Gjensila Myrtezaj dhe Ardian Bujopit. Këta dy të fundit nuk hezituan që të flasin për mikpritjen që ju bën në vendin ku çdo artist ka kujdesin e shtuar. Thjeshtë edhe shumë me këmbëdok. Bravo për standardin edhe bravo për mikpritjen. Gjakovarët e kanë si natyrë për të mikpritur miqt, kështu që gjithçka ka shku perfekt. Foncat gjithë ka prekë shumë mirë, kështu që kanë shumë dashuri për juve. Këngët e Mozik e Getinjo aq mirë i dinin të pranishmit sa që shpeshherë këngëtarët nuk kishin nevojë të këndonin fare. Hey,
Gena dhe Nora, një zëri të gjitha dhe këtu. Mirëmbrëma Gjakob, sot jemi në më të mirin në Metalik. Vend të veçantë në industrinë e muzikës po zë edhe Don John, prandaj një emër i tillë nuk kishte si të mungonta. Faleminderit për këtë super mikpritje, jam super krenar. Dhe ju mendoni se përfundua? Akumuluar edhe mezi e kam pritur këtë hapjen e fuqishme të Metalik. Po, realisht edhe na e kemi prit vendimin e qeverisë, dhe edhe kur mor vendimi e kemi pas shumë pak ditë për me ardhë deri te shpërthimi, nëse mund ta quaj shpërthim. Edhe njerëz me të vërtet e kuptum që pas kanë qenë shumë të etur për me dalë, për me festu, për me knaq. Kemi shpresu shumë që qeveria ka me na rrit edhe pakës orarin e punës. Të marrë parasysh që ka nejt objekti që 2 vite gati edhe shpenzime shumë të mëdhaja që në pagu prej stafit metalikut, do më thonë, edhe kemi shpresu që duke bazun këta që shteti, do më thonë, na ka marrë, nuk o që na ka jap diçka, kam me na rrit edhe pakës orarin, kështu që nuk e dija ka kohë tash, po çdo ditë jemi në pritje të një vendimit pak më të mirë që të punojmë bile edhe një orë më tepër. Po lutemi tash edhe gjana më të mira, me pas edhe pak errësi, se orari kufizun për një atë kufizun edhe për me mendu me bo program për pak më të mira, nëse mujmë i thojmë, edhe pasi që çdo program Metalik u konë çdo më çdo sezon. Kesh nuk ka. Ka shku shumë mirë për më kolli njerëz janë të shumë janë të kënaqur, ne jena të kënaqur. Unë shpresoj edhe uroj me gjithë shpirt që të zgjatet orari, megjithatë e rëndësishme është dyert e klubit Metalik janë hapur. Patjetër që janë hapur, janë të gjitha nevojat e njerëzve janë të plotësume, do më thonë e dini shumë mirë komplet ato mundësi që na ofron Metalik Club. Po lutem që edhe njerëz të vaksinohen sa më shumë, sa më shpejt, që mos ta kemi mo këtë gajle, do më thonë na jemi normalisht të gjithë vaksinuar, jemi të gjithë gatshëm, edhe se di, une po shfrytëzoj rastin me jap një mesazh, ju lutem vaksinohuni sa më shumë, sa më shpejt, edhe t'i lojmë ato mentalitete pa lidhe, jo qipi, jo këto sene, jo 2 euro të ngjiten në dorë, ajo to nuk janë të vërteta. Mu vaksinu sa ma shumë, sepse e dim shumë mirë që Metalik Club punon edhe dimrit, edhe mos ta ngujojmë vetën dimrit, punojmë, të festojmë, të kënaqemi, të argëtohemi edhe dimrit. Jo veç për Metalik Club më nguju, po mos më nguju i gjithë qyteti.
Ka një hapësirë të mrekullueshme si nga brenda ashtu edhe jashtë. Po, normalisht. Janë Pjesa jashtë me na ka Pa si me vetë pak t'plasin handicap vet. puna urorit, se zakonisht e kena shfrytzuar si after party, e kena shfrytzuar pjesën e jashtme, ku kanë pas mundësi që njerëz të më çlojnë pak më ul më po shumë. Për momentin si vetë na ka mjet pak i pashfrytzuar, po shpresojmë që do na rrisim edhe pak urorin, ta shijojmë edhe hapësirën e jashtë. Mbetemi me shpresë për ditë më të mira. normalisht. Por, artistë të mëdhej me famë ndërkombëtare kanë performuar, janë gjitur për të performuar në skenën e Metalik. Po, na tregoni disa emra të tjerë, na zbuloni diçka për kamerën e televizionit syri. Si vjet është pak problem, bile sot e patëm një problem do shomena që kanë pas marrë, do prej shomenave, që kanë marrë pjesë nesë në White Party, nuk e mujnë marrë për shkak që për lypet që kjo bërë që testi kësi, e kështu që për bashkëpunime me artista ndërkombëtar është pak si vetë marrë problem, shkak i pandemisë. Sepse artista kombëtar dihet se kanë ardhur gjithë dhe kanë me vazhdu me ardhur. Mirë shumë që e përmendni Epikodi, nesër do të thotë është White Party, është njëna prej festave më të mëdha që i kemi, është bile nesër është edhe Nesër 8 vjetori është 8 vjetori. i White Party, do mundohem jubilar, vit jubilar, edhe normal që më konë pak ma special, më konë ma ndryshe për një javë të zakonshme. Çfarë do të ketë më ndryshe? Po ma ndryshe, ma shumë e kena lënë surprizë. Duhet vim nesër me patjetër. Jo, unë e mendoj që jo veç nesër, po duhet marrë çdo natë. Çdo natë për nesër me qenë se e keni më speciale. Ju presim. Po, çfarë tjetër duhet kemi parasysh post që duhet vishemi me të bardha? Po ju mundeni mu vesh edhe me të zeza, po nuk ju lojnë me po e gara. Jo, për të masë lojnë. Po, jo, me bardh normalisht, sepse është fest e bardh, edhe nes kam radhë borë artificiale, kena me lëshu borë për i tujt, edhe jo, po e gara punën e borë. Tjetër kush do të ngjitet në skenën e Metalik? Na zbuloni ndonjë emër? Për kur e ke fjallën? Në vazhdim. Kush të pëlqen ty më shumë ti prej këngëtarëve ose këngëtarëve? Përmendë një emër. Po sikur ta them Elvana Gjatën. Ajo do t'jetë. Gjithsesi. Elvana do t'jetë javën e ardhshme, po. Javën e ardhshme. Elvana kanë me qenë Pintat, kanë me qenë Baba Stars, Capital T. Çfarë e bën veçantë Metalik nga klubet e tjera? Me sa kam informacion unë, e di që ka strukturën më të mirë në Ballkan. Është infrastruktura, është mas pari është hyrja, është parkingu, janë tualetet me një numër shumë i madh të tualeteve, diku një 32 më duket. Është backstage-a e artistave ku artistat e ndjejnë veten tamam artist. Është stafi mrekullueshëm i s'po flas për menaxhmentin në këtë rast, po janë nis prej hostereve, shankistat, kamarierat, janë njerëz më të mirë për më të mirëve, është çdo gjë nën kontroll. Sigurimi është shumë i mirë, e kemi dhomën e mjekut gjithashtu, ku e kemi mjekun ton, i cili kujdeset për raste që mund të mirat fik dikuj apo di une, edhe për Epikodin e Pula, që se kanë. Unë nuk dua t'ju marr kohë më tepër, se di që jeni shumë të angazhuar, edhe them ta mbyllim me një gëzuar për verën, mbarsinë edhe gjitha gjërat e bukura. Mirë se keni ardhur. Kalova shumë bukur, edhe na ka mungu një diskotekë e tillë, të nisë për pandemisë, na ka mungu shumë, për veti gati vi çdo natë këtu. Të rinë kryeqytetas, por edhe bashkëdetar, duket se po e shijojnë në maksimum atmosferën që po mbizotron brenda në Metalik. Edhe sigurisht, unë këtu nuk jam vetëm, arritëm t'i rëmbejmë 2 vajza. Fillimisht ta mund të prezantojmë. Përshëndetje, unë jam Moneta Seremi. Përshëndetje, unë jam Viola Tanushe.
Më tregoni një herë, a është hera parë që jeni në Metalik? Jo, kryesisht e përkomentojmë shumë shpesh se janë ndër klubet më të mira dhe rekomandoj tënve më atë. Po çfarë e bën këtë klubin më të mirë që thua ti? Përveç qefi që e bën, janë edhe këngëtarët e mirë të zgjedhur, edhe nuk mungon edhe privatësia, gjithkush e ka vendin e vet si konsumatori, si këngëtari, edhe veç ambienti I mirë që atë bën mundësi tamam me bot qef. Deri më tani, cili ka qenë këngëtari yt I preferuar që ka qenë këtu? Masi jena sonte këtu, po thon Butrinti. Butrinti, po për ty është hera parë që? Jo, as për mua nuk është hera parë, zakonisht m'pëlqen se është një prej klubeve më të mira që më duket, vi shumë shpesh sepse ka një ambient shumë të përshtatshëm, ndriçimi është shumë perfekt dhe çdo gjë është 10/10. Mirë, s'po e marrim kohë më tepër, vetëm po ju themi kënaquni në maksimum. Faleminderit edhe ju. Can you tell us your name and where are you from? Yes, my name is Sonella and I come from Bosnia. And with who you are here? I'm here with my friends. Do you like the party and everything else here? Yes, I like the party so much, but the music is perfect and the people also. Okay, thank you. You're welcome. And have fun. Unë jam Kristiana, unë vi nga Zvicra, sot jam konë për herën e parë në Metalik, edhe tepër shumë më ka pëlqyer. Çfarë ka pëlqyer më shumë ti? Atmosfera, muzika, lokacioni shumë I mirë. Do të vish prap, do të jesh pjesë e Metalik prap? Gjithçysh. Mirë, nëse bëjmë një krahasim me mbrëmjet në Zvicër dhe mbrëmjet këtu, si janë, si du duken? Me krahazu me Zvicër. Me të thonë drejt në Zvicër shumë atmosfera kallet, veç edhe tash këto se jena më ka do befasi se edhe këto shumë atmosferë kallët. Tomorrowland, New York. Jo, kjo është White Party në Gjakov. Ashtu siç na paralajmëruan, një organizim që do të mbetet në histori.